një operacion detar për të shoqëruar anijet e bllokuara në gjirin persik. Mendon ai se rrezikon pra i gjithë operacioni amerikan në ngushticën e Hormuzit ta prish këtë armpushim dhe nga ana tjetër kush do të mbajë përgjegjësi për të gjithë rritjen e tensioneve në rajon? Praktikisht mund të themi që armpushimi është drejt skadimit. Pra nuk është se ka vlerë, sepse kemi pasur ndërhyrje të armatosur. Pra kemi të bëjmë me forcat amerikane të cilët po shoqërojnë dy nga anijet amerikane kanë dalë. Pra u furnizuan me naftë edhe dolën nëpërmjet forcës detare dhe forcës ajrore amerikane. Anijet iraniane u goditën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra praktikisht mund të themi që armpushimi nuk është më aktual. Po ky armpushim nuk u zbatua asnjëherë nga asnjëra nga palët. Palët u ulën në negociata, po pikat nuk u zbatuan. Pra Irani nuk është se hoqi dorë nga aspiratat e tija bërthamore. Edhe normalisht kundërveprimi amerikan ishte i pritshëm. Dije që do silleshin në këtë lloj mënyre. Pasi do të kemi parasysh diçka, ajo çfarë na ka treguar i gjithë historiku këtij konfliktit është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë superfuqia. Irani është i vogël. Dihet që Amerika është i madhi. Është Amerika ofensive. Irani është defensiv. Pavarësisht se Irani po sulmon bazat në Katar në lindjen e mesme, Amerikën nuk e prek dot. Maksimumi ishte vetëm rrëzimi një avioni. Edhe përsëri po flasim në një situatë e cila është ende jo në fazën e një lufte të plot. Ne po shikojmë vetëm teknologjinë amerikane, sulmet raketore, sulmet me drone dhe sulmet me avion. Në asnjë moment nuk ka pasur trupa. Së fundmi po shikojmë edhe sulme me anije. Pra, nëse do i referohemi sulmeve ajrore, amerikanët kanë qenë të suksesshëm. Nëse do i referohemi edhe sulmeve detare, sulmeve me anije, përsëri Amerika ka qenë e suksesshme, sepse dy anije dolën nga ngushtica, të padumtuara. Nëse Irani ka dëshirë ta provojë edhe nëpërmjet forcës ushtarake toksore, kjo është çështje që i takon Iranit. Po ne kemi diskutuar më përpara, duhet ulur në një lloj marrëveshje. Nuk është dhuna zgjidhja. Nuk është konflikti zgjidhja përfundimtare, pavarësisht se diplomacia funksionon gjatë gjithë kohës. Kur nuk është diplomacia e paqes, funksionon diplomacia e luftës. Por ama ajo çfarë duhet arritur në fund, sepse kjo na intereson neve, që jetojmë në Europë. Duhet paqe, në mënyrë që të ulen çmimet dhe të kemi mundësi ekonomikisht për të ringritur, se po vazhduan në këtë lloj forme, Irani është mësuar të jetojë me sanksione. Por jeta për vende të cilët varen nga ai 20% i Hormuzit është esenciale që të lirohet. Prandaj kërkohet ulja në negociata. Çfarë skenarësh në vijim re? Do ulem prapë në negociata. Është e padiskutueshme. Do bëhet një konferencë radhës edhe palët do ulen. Siç e përmendëm pak më përpara, nëse vazhdohet në këtë lloj status quo politike, gjithçka shkon në favor të Amerikës, sepse është Amerika ajo që po shet. Jemi ne europianët që po humbim. Është Azia që po humbet, sepse janë rritur çmimet për shkak të mungesës. Amerika përfiton nëse situata është në status quo. Prandaj është edhe në këtë lloj forme, sepse janë në pozicion komod për të negociuar. Nuk është se intereson shumë atyre nëse zgjatet konflikti. Ky konflikt, për sa kohë që zgjatet, i sjell dëme të drejtë për drejta Iranit në radhë të parë, duke qenë se 90% të tregtisë së tij e lidh me ngushticën e Hormuzit, edhe neve si europian nga ana tjetër na shqetëson sepse sjell rritjen e çmimeve. Kurse përsa i përket Amerikës, Amerika ka vetëm fitime në këtë moment. Po shet naftë, po riarmatos edhe herë nga e para, po ringren ekonominë, edhe nuk e qenë në këtë lloj forme, siç e përmendëm në fillim të intervistës së bashku, duke i shitur naftë vendeve të cilët kontrollojnë borxhin e jashtëm publik të Amerikës, po bën të mundur që të nëpërmjet luftës në Iran të siguroj kontrollin e vendit të vet, duke u ridimensionuar edhe një herë si superfuqi dhe duke u bërë akoma më e fortë nga ç'është sot.
Këto janë skenarët që mund priten në këto momente. Ndërkaq, Rej, se i përket edhe vendeve europiane, mendon se tashmë po thellohet edhe ndarja pra mes Shtetit të Bashkuara dhe vendeve europiane të NATO-s se i përket çështjes së Iranit, pasi në një deklaratë për mediat Mark Rutte ka thënë se vendet europiane të NATO-s kanë marrë parasysh pra të gjitha pakënaqësitë e Shteteve të Bashkuara me kufizimin pra në përdorimin e bazave në Europë për sulmet kundër Iranit. Praktikisht në qëse të referohemi anës politike, nuk është e ka ndryshuar shumë në qëndrimin europian. Pra vendet europiane vazhdojnë një pjesë e konsiderueshme e tyre e dënojnë regjimin politik të Teheranit, pra regjimin autokratik të Ajatollahut. Një pjesë e konsiderueshme e vendeve europiane e vazhdojnë ende sanksionet ndaj Iranit. Pra, nga ana politike, Europa është e lidhur me Amerikën, duke u referuar edhe konferencave të mëparshme, po dhe asaj çfarë shohim sot. Problematika kryesore që qëndron te Europa në këto momente është kapaciteti ushtarak për të vepruar në Iran. Dhe kjo është arsyeja pse ata nuk veprojnë në Iran, sepse duhet kemi parasysh diçka tjetër. Irani është aleati i Rusisë. Edhe Rusia në këto momente e ka një luftë në Europë. Europa po mundohet ta qetësojë Rusin, që të kemi paqe. Duke shkuar në Iran, eskalohet situata. Pra ti po sulmon aleatin tim, thot Rusia. Atëherë po të hyj dhe ty nesër. Mund të jetë skenari i mundshëm. NATO është vërtetuar që nuk qëlloi të ishte aq e fortë sa duhet të ishte. Amerika e kërkoi ndërhyrjen e NATO-s. NATO nuk ndërhyu. Britania u tërhoq. Gjermania po negocion në një farë mënyre për të qëndruar si ur lidhse, mos ta humbur SBA-n, sepse të gjithë jemi të ndërgjegjshëm që një Europë pa SBA-n është vulnerabël. Një Europë pa SBA-n është e dobët dhe politikisht dhe ekonomikisht. Po të referohemi çështjes aktuale, është 15% më shumë jetesa e europianëve sot. Pra është më e vështirë nga ç'ishte dje për shkak të luftës në Iran dhe blokadës me Rusin. Europa nuk e ka këtë luks. Europa ka shumë probleme të brendshme. Europa është e përçarë politikisht. Po të shikojmë Parlamentin Evropian, platformat politike janë ekstreme të njëra tjetrës. Pra ka vende siç është Polonia, të cilët kërkojnë një mbyllje, një Europë më centrale, një Europë më të përqendruar. Kemi rastin e Francës, apo rastin e Spanjës, apo rastin britanik, që kërkojnë një Europë më të hapur ndaj të tjerëve. Pra duke qenë se është në çështje të tilla, pra pa një kurs politik të stabilizuar, Europa është e dobët në qoftë se largohet nga tutela e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne duhet të kuptojmë që tutela e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë esenciale për zhvillimin e asaj që ne quajmë Europa perëndimore, që e mbajmë si djepin e demokracisë. Në qoftë se Amerika largohet nga Europa, pra do të shikoj komplet punët e saj në kontinentin e vet, është i dëm shumë i madh për Europën. Jo vetëm ekonomik, po dhe politik nga ana tjetër. Qartë. Mirë, Rej, për të mbyllur, pra, e gjitha kjo, mendon se lidhet debati për bazat pra me gjitha planet e mundshme për reduktimin e trupave amerikanë në Gjermani dhe nga ana tjetër, e gjitha kjo a mund të ndikojë pra në tensionet në unitetin e NATO-s? Në këndvështrimin tim është formë presioni që përdoren Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe bëjnë mirë që e përdorin. Bëjnë mirë për faktin e vetëm sepse kemi të bëjmë me një shtet i cili 50% që në buxhetit të NATO-s e financon vetë. Kemi një luftë në Ukrainë e cila mbahet me armatime europiane. Kemi një Europë të armatosur nga Amerika. Kemi një Europë të krijuar nga lufta e dytë botërore nga Amerika. Kështu që absolutisht që Amerika ka të drejtën e saj për të vendosur hegemoninë e saj në Europë, në mënyrë që kursi politik i Europës dhe SBA-s të jetë i unifikuar. Kjo që ndodh kësaj radhe nga ana Amerikës shërben si paralajmërim për Europën, po kurse si se mund të thuhet një dalje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga NATO. Ajo çfarë
Amerika ka thënë gjithmonë dhe do vazhdoj ende ta thojë, është tendenca e saj absolute për dominim në botë. Edhe këtë gjë e reflekton kudo, e reflektoi në Venezuelë, e reflektoi me presion ndaj Kanadas nëpërmjet Groenlandës, sot po zhvillon luftën me Iranin, sot po shet më shumë naftë se çdo vend në botë dhe mund të themi se është vendi teknologjikisht, ekonomikisht më i përparuar përse përket superfuqive të tjera, që në këtë rast janë Kina dhe Rusia. Kështu që edhe Europa nga ana e saj, duke qëndruar midis dy zjarresh, është detyruar që nga njëra anë të ulet në negociata. Prandaj kemi rastin e Mercit, siç e përmendëm pak më përpara, po i cili besoj që me kalimin e kohës do shtohet edhe nga figura të tjera europiane, të cilët do të bëjnë thirrje për një ulje në tryezën e bisedimeve dhe për vendosjen e një armpushimi sa më të shpejt me Iranin. Kështu që praktikisht ky do jetë hapi i radhës i ndjekur nga politika globale, se si mund të arrihet në një formë marrëveshje nëpërmjet Republikës së Iranit. E qartë. Mirë, Rej, kemi arritur në fund, falenderoj për çdo informacion, ishte kënaqësi. Ngërcela, shumë faleminderit për ftesën. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij programi për ditën e sotme. Bashkëhemi sërish nesër me tjera tema, deri atëherë mirupafshim.